Mashtrimi më i madh në botë është t'i bindësh njerëzit të punojnë pa ndërprerje për 60 vjet, duke sakrifikuar rinin, ëndrat, kohën me njerëzit e dashur dhe lirinë personale. Gjithçka ndërkohë që u thuhet se një ditë, pas dekadash të tëra pune, më në fund do të kenë mundësinë ta shijojnë jetën. Por realiteti është ndryshe. Kur arrin moshën e pensionit, janë tashmë në të 70 thatë, trupi është lodhur, problemet shëndetësore kanë filluar të shfaqen, dhe energjia që dikur kishin është zbehur prej kohësh. Ajo që mbetet është vetëm një periudhë e shkurtër për të jetuar të lirë. Por nuk është më liri e vërtetë. Je i kufizuar nga mosha, ilaçet dhe pendesat. Të gjitha ato çaste me familjen, miqt dhe pasionet e tua janë shkëmbyer me një pagë mujore. Dhe kur më në fund ke kohë, je tepër i moshuar për ta shijuar plotësisht. Ky është çmimi i vërtetë i një jete të kaluar vetëm duke punuar. Mos haro, koha është valuta më e çmuar që ekziston. Dhe ta shkëmbesh të gjithë kohën tënde për punë, pa jetuar jetën në mënyrë të plotë, është humbja më e madhe.